pozitive edhe negative, po ja që kështu ndodh. Pyetja ime e parë është, sa i thellë ishte ky hetim, sa i hollësishëm, deri ku keni investiguar në këtë histori? Okay. So, first of all, one thing that is important. Së pari, diçka që është e rëndësishme, to repeat. Është të përsërisim My goal was to se synimi im ishte të shprehja zërin e ekspertëve në terren. Unë e njoh Shqipërinë, kam qenë në Shqipëri, por nuk jam ekspert i çështjeve të Shqipërisë. Prandaj ishte shumë e rëndësishme për mua të flisja me persona të rëndësishëm, sikurse ishte gjyqtarët, prokurorët, oficerët e policisë dhe personat e larguar, në mënyrë që ata ta thoshin këtë histori. Dhe në fund ishte fjala e tyre, ishte ekspertiza e tyre, të cilën ne do ta demonstronim në artikull. A ka ndonjë pjesë, ndonjë përqindje të këtij hetimi i cili ishte shumë i vështirë? Dhe pse ishte i tillë? I think yes, it was Mendoj se po. First of all to get hold. Së pari ishte e vështirë ta rje të takoje disa prej personave me të cilët ne kishim folur, për shembull zoti Krateri, i cili është në mas sigurie. Jeta e tij ishte në rrezik shumë herë. Një tjetër është Juan Wanili në Belgjik, persona shumë trimash, persona të cilët i ndiqnin, dhe ndonjëherë ishte e vështirë që ti bindje që të flisnin me mua dhe ti bëja të kuptonin sepse ishte e rëndësishme. Kjo ishte njëra gjë. The other thing was tjetër to be able to find out ishte fakti that we were actually që të zbuloja se ne po vërenim shtimin e kërcënimeve në vendet evropiane, sepse sikurse e dini, aktivitetet kriminale nuk mund të renditen në statistika, si mund të tregosh se krimi është rritur, si mund të tregosh se janë shtuar kërcënimet nga bandat kriminale. Kjo ishte vështirësia me të cilën përballeshim në raport. Kemi përshtypjen se qeveria shqiptare gjithmonë e di paraprakisht, para botimit apo përpara transmetimit të këtyre artikujve apo të këtyre dokumentarëve. Ju a patët si përvojë apo a e ndjet një lloj presioni të ushtruar gjatë zhvillimit të këtij dokumenti?